Mundohemi me pas çdo ditë pozitive. Edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. 3 vajza këtu, djalin e kam jashtë. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbyt. Kthehesh në ditë. Ki një orar të robotit. A robot ki me shkun më mëngjes më kthy mbrëmje. S'prisha me thonë dikush nështë thot të djali, dikush thot vajza. Kështu me që me drejt, me shëriat që thonë 3 vajza do të me pas gjithçysh që do mos e para me konë vajzë. Tregona si jemi disponim? Mirë, faleminderit ju. Seni? Faleminderit të dhëna. Prej nga jeni? E Gilanit jam. Po. Na trego pak çfarë bën ti të lumtur në jetë? Gjithçka që është pozitive. Gjithçka që është pozitive. A Gjithçka keni që çdo është ditë pozitive? Po, çdo ditë nuk ka pozitive, mundohemi me pas çdo ditë pozitive. Edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. Shpresa, e ardhmja, gjithçka. Nëse kështë rikëthy jetën prej zeros, çka kështë desh me ndryshu? Veç situatën, sigurisht, luftën se kisha para mendu, sikur që e kemi pas, edhe një tardhme për rini shumë atë mirë. Si e sharinin sot? Pak e komplikume, shumica po dalin. A keni fëmi? Po, 4 i kam. A ki djam? Një kam, jashtë e kam. Një strejt edhe jashtë shka ja? Po, 3 vajza këtu, djalin e kam jashtë. Edhe a i tha djalit mos shka? Valla, i thash, po, anima para 9 vite, 10 viteve hala ma keq u konë se sa tashtë. 150 euro i në konë pagat. U konë shumë vështirë me jetu e na. Gjithë kemi punu si cëllë për veti. U konë një ardhme shumë e keqe që tash me gjithë se pak ka ndryshue se janë të ardhme, pak ma të mira, po apet rinia, pa shku me provu me pa, shumë vështirë. Shumë vështirë. Se sa kohë është djali jashtë? 9 vite. 9 vite. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbyt. Kthehesh në ditë. Që kjo është? A vjen shpesh? 3 herë në vetë vjen. Ka dhe bashkëshortën ka atje, po. A më ndënaj mu këthy me jetu këtu, a nash pas se Jo, shalo? po, jo, veç, po thot sa ti bëjë ti mbledhe do parë dhe me qelë firmën këtu, qëfar firme është atje, që po punon atje, mi mbledhe do parë dhe ma me qelë firmë këtu, njëjtën që po punon E atje. jo, këshit mujtë me shku me jetu jashtë? Jo, po shkoj si musafir, beso e nxjerri biletën për 20 ditë me shkue me nejtë, nuk mëj ma shumë se një javë, 5 ditë. Po shkën atja, po mund është me ndi vetën se shpetane ajo? Jo, qëfar absolut, me gjithë se ka një banjes shumë të mirë, mjetra katror shumë të mdhaja, po jo, qëfar, s'ka shansë. Nuk të përshëndet kërkosh këto, hiq mos mi njoftë edhe ta fëmijët të tu ke lindë këto, po plakësh këto. Është e pa mundshme mës mu u taku me dikon që e njeh. Atje janë njerëzimi, janë shumë të ftoftë. Jetë nuk ka se ma për të natës mos flasme, pa as mas ditës, pa as të mbramjes, se ma për të natës për rini që është këto. Qëfar? Atje ki një orar të robotit. A robot ki me shkun, më mëngjes më kthy mbrëmje, që ato puni ki rutinë, me bo, me hangër, me pi, me pastru, me ra, një vikend. Dilleve s'punohet kur gjaket mbyll është, veç du të me dalë në përparqe me shetit pak, e një qtune diçka të farmarketa me shku mu pregadit, për me kalu javën apet, qashtu për fillimi qysh e pate javën që të shkoj, edhe tjetra që të vjen qashtu, kështu që jeta është atje shumë e vështirë, inshallah edhe këta që jënë të shku që tash me të madhe, po shkojnë për shofin, edhe ka plot do që po kthehen. Po ka që po kthehen. Paraja, a të bën të lumtur, ta shton lumturinë apo vetëm të zgjidh problemin? Ta është shumë e rëndësishme në jetë. Paraja është në 2 mënyra, në varet qysh e fiton, në varet qysh e shpenzon. Mundesh m'ja pa hajrin, po mundesh m'ja pa edhe sherrin. Paraja shumë e madhe jashtë e sherrin. Paraja mesatare kisha me thonë është më e lumtura, është më e mira. Paraja e njerëzës është më e mira, ja din edhe vlerën. Kështu që vajzat e martume? Po, 2 po, 1 jo. 2 po, 1 jo. Po. Tregona pak atë ndjesin kur i përculle për te burre. Aj, mos vetë A më gëzua me kajt? Ja, valla, edhe atë janë sikur puna e pareve 2. Është, po, është mirë që shkon në familje, krijon familje, rritet familja, po është normal që është edhe një mërzi pak që ndahet për prindit jetë dhoma sajna pak jetë e zbrast aty, po kështu që me situatën e sodit e kushtet që kanë si cili çdo
Çdo i ri thuj se ka veturën e vetë, kështu që nuk peni çaq edhe mungesën e fëmisë po të vjen për tet. A janë më shumë vajza tha djamt për prind? E tash te s'prisha me thonë dikush nashta thot të djali, dikush thot vajza. Kështu me që me drejt, me sheriat që thojnë tri vajza do të me pas gjithçysh që do mos e para me konë vajzë. Ne, apo gjithçysh. Për djalë, Zoti më se lasht kërkonin pa djalë, një, e dyta unë për veti për foli për temi se ka qëllu një po një, i mire i marë, inshallah gjithë dhe qashtu, nuk isha mujtë minda, e vlad jo është e vlad. As djalë, as qikë është këtë njëtë. Ti ruaj Zoti, faleminderit shumë për punën që ndonë. Faleminderit, edhe ju kalofshi mirë, punë të mbarë. Mundohemi me pas çdo ditë pozitive, edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. Tri vajza këto, djalin e kam jashtë. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbet. Kthehesh në ditë. Ki një orar të robotit. A robot ki me shkun, më ngjes më kthy mbrëmje. S'prisha me thonë dikush nashta thot të djali, dikush thot vajza. Kështu me që me drejt, me sheriat që thojnë tri vajza do të me pas gjithçysh që do mos e para me konë vajzë. Tregona si jemi disponim? Mirë, faleminderit ju. Seni? Faleminderit të dhënë. Prej nga jeni? E Gilanit jam. Po. Na trego pak çfarë të bën ty të lumtur në jetë? Gjithçka që është pozitive. Diçka që është pozitive. A keni çdo ditë pozitive? Po, çdo ditë nuk ka pozitive, veç mundohemi me pas çdo ditë pozitive. Edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. Shpresa, e ardhmja, gjithçka. Nëse kështë rikëthy jetën prej zeros, çka kështë desh me ndryshu? Veç situatën, sigurisht, luftën se kisha para mendu, sukur që e kemi pas, edhe një tardhme për rini shumë atë mirë. Si e sharinin se? Pak e komplikume, shumica po dalin. A keni fëmi? Po, 4 i kam. A ki djam? Një kam, jashtë e kam. Një strejt edhe jashtë shkoja. Po, 3 vajza këto, djalin e kam jashtë. Edhe a i tha djalit mos shka? Valla i thash, po anima para 9 vite, 10 viteve hala ma keq u konë se sa tasht. 150 euro ju në konë pagat. U konë shumë shtirë me jetu e na. Gjithë kemi punu si cëllë për veti. U konë një ardhme shumë e keqe që tash me gjithë se pak ka ndryshu e se janë të ardhme, pak ma të mira, po apet rinia, pa shku me provu me pa, shumë shtirë. Shumë shtirë. Që sa kohë është djali jashtë? 9 vite. Që 9 vite. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbet. Kthehesh në ditë. Që kjo është? A vjen shpesh? 3 herë në vetë vjen. Ka dhe bashkëshortën ka atje, po. A me ndënaj mu këthy me jetu këtu, a në shka se Jo, shala? po, jo, veç, po thot sa ti bëjë ti mbledhe do parë dhe me qelë firmën këtu, qëfar firme është atje, që po punon atje, mi mbledhe do parë dhe ma me qelë firmë këtu, njëjtën që po punon E ju atje. këshit mujtë me shku me jetu jashtë? Jo, po shkoj si musafir, beso e nxjerri biletën për 20 ditë me shkue me nejt, nuk më i ma shumë se një javë, 5 ditë. Po shkona atja, po më desh me ndi vetën se shpetane ajo? Jo, qëfar